Në dosjen e timore të SPAK zbardhur nga përgjimet e platformës së inkriptuar Sky ECC, dali në dritë biseda tronditëse mes Ermir Dedjes dhe Eridon Abdylajt, pjesëtar të një grupi të strukturuar kriminal. Më 21 tetor 2020, Dedja deklaron se e sheh veten si një misionar të dërguar nga Zoti për të pastruar shoqërinë nga njerëzit e këqij. Ne na ka prur Zoti me mbarur rob tek qinj, me pastru terrenin që të rritet brezëri me qytetarizëm të mirë pa negativa për dall, thuhet në bisedën e shkëputur nga përgjimet e Sky ECC. Biseda daton në datën 21 tetor 2020 mes Ermir Dedjas dhe Eridon Abdylajt. Në bisedat e tjera, Deda i flet hapur për përgatitje konkrete për vrasje, duke përmendur mbushjen e karikatorëve me fishek, pastrimin e armëve dhe ndjekjen e objektivit që nga konteksti dyshohet të jetë shtetësi Edmir Bregu. Mesazhet tregojnë një përfshirje të thellë në veprimtari kriminale të mirë organizuar, me kontroll të përditshëm në qytetin e Durrësit dhe koordinim të qartë mes anëtarëve të grupit për kryerjen e atentateve. Komunikimet e ruajtura në Sky ECC përshkruajnë një situatë ku dhuna dhe krimi përshkruhen si mision nga vetë autorët, ndërsa SPAK i konsideron prova kyçe në hetimin e rrjetit kriminal që vepronte në Durrës. Hetimet vazhdojnë për të dokumentuar lidhjet mes këtij grupi dhe ngjarjeve të tjera të rënda kriminale në vend.